Përshëndetje të rishikues të nderuar, vazhdojmë ciklin e emisioneve me legjendat e sportit në televizionin Koha. Në kuadër të këtij emisioni, sonte zhvillojmë intervistën e fundvitit me zëvendësministren e sportit në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, zonjën Safie Sadiki Shahini. Intervistën jemi duke e zhvilluar pikërisht në kabinetin e saj në Ministrinë e Sportit në Shkup. Fillimisht, zonja, faleminderit që pranuat të realizojmë këtë intervistë të fundvitit në televizionin Koha. Faleminderit shumë nga ju për ftesën, është nderë dhe kënaqësi të jem në programin tuaj sportiv. Po, faleminderit. Atëherë, jemi në ditët e fundit të këtij viti, pra të vitit 2025, kur bëhet grumbullimi i të arriturave në lëminë e sportit. Atëherë, si Ministre e Sportit, si e vlerësoni paraqitjet e reprezentacioneve sportistëve tanë në garat ndërkombëtare dhe ato vendore, normalisht? Tash kemi, të flasim realisht, ne kemi përfaqësues sportiv, cilët kanë treguar rezultate shumë të mira, rezultate konkrete, qofshin në ato gara evropiane, po qofshin në ato gara ndërkombëtare. Ashtu si e cekët edhe reprezentacionin e Maqedonisë, unë këtë rast do doja të theksoj se ky reprezentacion ka treguar rezultate jashtëzakonisht mira dhe sigurisht se ka siguruar edhe balotazhin për vitin 2026 me në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanadë dhe Meksik. Unë këtë rast do doja të jap një mirënjohje shumë të madhe kapitenit të këtij reprezentacioni, që është Enis Bardhi, që është njëri ndër futbollistët më të mirë të vendit tonë, me cilin sigurisht se jemi shumë krenar. Ndërsa sa i përket ekipeve tjera dhe sportistëve tanë, klubeve tjera të cilët kanë treguar rezultate konkrete, kanë treguar sukses brenda këtij viti, unë doja që ta cek edhe klubin e futbollit Shkëndija, që është një klub nga Tetova. Simboli i futbollit. Simboli i futbollit është e vërtet është kampion shtetëror dhe çdo ditë më shumë po na tregon kapacitetin e saj në ndeshjet e saj që i ka në arenën ndërkombëtare. Kështu që ne jemi krenar me Shkëndijën. Gjithashtu doja ta cek edhe klubin e futsallit Forca, që po jep edhe rezultate jashtëzakonshme, dhe gjithashtu dhe klubin e handbollit për femra Çajër. Po. Ashtu është e vërtet, ka treguar rezultate shumë të mira në ndeshjet që i ka me ekipe tjera në gara evropiane. Me siguri do të uroni edhe suksesin e mbrëmshëm të klubit të futbollit Shkëndija, që siguroi kualifikim në fazën e eliminimit në Ligën e Konferencave. Unë nuk isha as pak dyshim, dhe ju uroj shumë suksese dhe jemi shumë krenar me klubin Shkëndija me arritjet e saj që i ka në këto gara sportive. Në vitin 2026 gjithsesi se ka edhe zhgënjim. Sipas juve, cilët janë ato zhgënjimet më të mëdha në sportin e Maqedonisë së Veriut? Çfarë mund të na flisni për gjuhën e urrejtjeve në tribunat e sallave apo të stadiumeve nga ana e tifozëve të papërgjegjshëm? Tash, sigurisht se ka zhgënjime, ka pak kënaqësi, ka dhe ankesa, mirë po unë do të thoja se Ministria e Sportit ka qenë korrekte sa i përket mbështetjes së klubeve sportive dhe sportistëve gjatë këtij viti. Ka qenë korrekte në ndarjen e subvencioneve, në finansimin e klubeve sportive, gjithashtu dhe në krijimin e kushteve sa më të mira për sportistët tanë. Tash, unë personalisht mendoj se zhgënjimi më i madh për neve këtu si qytetarë të këtij vendi është gjuha e urrejtjes që përdoret për tribuna. Unë nuk mendoj se sporti duhet na ndaj, sporti si sport duhet na bashkoj, dhe jo të na ndaj shkaku i disa personave që nuk ja duan të mirën vendit tonë dhe sportit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ju sigurt e mbani mend në fund të vitit 2024 një ndeshje basketbolli në mes klubit të basketbollit Kumanov dhe klubit të basketbollit Çajër 2030, ku në tribuna u dëgjuan thirrje raciste anti-shqiptare dhe për këtë arsye unë sa e mbaj mend u ndërpredhe loja për 40 minuta.
Gjithashtu shqetësuese ishte dhe shkrimi i disa grafiteve në autobusin me cilin udhëtonte klubi i basketbollit Çajir. Unë, si zëvendës ministre e sportit, u shqetësova shumë dhe reagova publikisht dhe pas apelit tim publik, institucionet kompetente reaguan me një herë. Ajo se më e dhimbshme është se ndonjëherë në tribuna ku ndodhin këto firje, ndodhin edhe njerëz të cilët janë udhëheqës të shumë detyrave të mëdha, për shembull funksioneve të mëdha të shtetërore. Do të thonë, aty është problemi më i madh, se pikërisht kur ata gjenden, atëherë bëhen edhe shumë probleme. Ndërsa dikush tenton që gjërat e tilla të fshehen. Ashtu është e vërtet, se duhet ta cekim se në të kaluar institucionet nuk kanë reaguar, kanë heshtur, këto raste janë heshtur, ndërsa tash unë e shoh se reagimi i institucioneve kompetente është i menjëhershëm dhe sigurisht se kjo më gëzon mua po dhe krejt qytetarët, sepse është një lajm i mirë edhe për sportistët, po edhe për dashamirët e sportit. Po, kishim raste edhe në Pastaj kishim rastin edhe prap në Kumanov në një ndeshje basketbolli ku kishte thirrje raciste ndaj shqiptarëve. Kështu që edhe aty institucionet kompetente reaguan me një herë, do të thonë sektori publik për punë të brendshme, së bashku në bashkëpunim me prokurorinë publike, qysh të nesërmen e arrestuan një person. Kështu që edhe në Prilep ndodhi i njëjti rast, do të thonë vetëm me klubi, me ndeshje futbolli ku ishte klubi i Shkëndijës Araqinës bashkë në ndeshje me klubin e futbollit Prilep dhe aty ndodhi prap kishte thirrje raciste, ishte shqetësuese edhe tentim për ashtu ishte shqetësuese se fizike, jo kishte edhe dëmtim i dritareve të zhveshtores ku ishin futbollistët. Kështu që edhe këtu aty gjithmonë ka pasur, ka edhe do të ketë me siguri atje, se po është e vërtet. Historia tregon se ka qenë po, mirë po. Ne duhet të bazohemi tash te kjo se institucionet kompetente po reagojnë me një herë dhe aty u identifikua po i njëjti person cili shkaktoi edhe dëme materiale dhe cili nxiti gjuhë të urrejtjes dhe u arrestua qysh të nesërme. Me çfarë porosie do të kishi kundër atyne devijimeve, atyne tifozëve të cilët veprojnë për terrenet sportive? Unë ashtu e thash edhe më herët e ceka, se sporti neve duhet na bashkoj, e jo të na ndaj. Sporti as pak nuk duhet të shifet në baza etnike, nuk duhet të politizohet. Për fat, asnjë klub sportiv në Maqedoni tani nuk është etnikisht e pasur. Do të thonë janë të përzemër. Atëherë të kthehemi pyetjes tjetër. Gjatë vitit 2025 në disa federata sportive ka pasur ndryshime me qejf apo pa qejf, mirë po ato kanë ndodhur, ndërsa në disa akoma jo. Si është bashkëpunimi i Ministrisë së Sportit me Komitetin Olimpik dhe me federatat sportive? Tash, realisht se cili ndryshim në çdo federat, unë mendoj se është i mirëpritur. Për arsye nëse një udhëheqësi, një kryesi udhëheqëse ka udhëhequr me institucionin për një kohë të gjatë dhe nuk ka pasur asnjë progres, për këtë arsye çdo ndryshim është i mirë. Figurat e reja udhëheqëse unë mendoj se do të sjellin risi të reja dhe një funksionim më të mirë dhe më adekuat të institucionit. Ndërsa sa i përket bashkëpunimit në federata dhe Komitetin Olimpik, unë mendoj se Ministria e Sportit ka pas, brenda aktivitit ka pas një bashkëpunim shumë të mirë. Ne kemi qëndruar pranë federatave sportive, duke i mbështetur ato qoftë me mjete financiare, qoftë me mbështetje morale. Duhet patjetër ta theksoj se këtë vit janë ndarë subvencione për mbi 50 federata sportive. Gjithashtu këto mjete janë ndarë sigurisht për të ndihmu federatat për të organizu turnire, kampionate evropiane dhe kampionate ndërkombëtare. Do të flasim edhe për ato. Atëherë, sa janë realizuar premtimet e Ministrisë së Sportit gjatë vitit 2025? Unë do të nisja prej asaj se ne si Ministri e Sportit, unë si zëvendës ministri, po dhe ministri, çdo ditë kemi takime me klube sportive, kemi takime me federata sportive që të shohin nga hapur se cilat janë problematikat, sfidat me të cilën ballafaqohen këto institucione sportive.
Sa i përket asaj se a janë realizuar apo nuk janë realizuar premtimet, unë mendoj se ky vit ka qenë i suksesshëm dhe janë realizuar premtimet. Ne si Ministri e Sportit kemi ndarë subvencione për klube sportive dhe për federatat sportive, gjithashtu edhe kemi bërë investime kapitale. Sa i përket subvencioneve, këtë vit janë ndarë 440 milion denar për subvencionimin e klubeve sportive, ndërsa të investimet kapitale unë mendoj se ka pas një rritje të konsiderueshme, për arsye se në vitin 2024 u ndan 85 milion denar për investime kapitale për infrastrukturë sportive, ndërsa këtë vit u ndan 333 milion denar, që është një rritje shumë e madhe për arsye se ne si Ministri e Sportit fokusin e kemi kryesisht në përmirësimin e infrastrukturës sportive, duke mundësuar kështu ndërtimin e sallave të reja, fushave sportive, gjithashtu edhe rikonstruimin e tyre. Është se Ministria e Sportit ka premtuar ndërtimin e infrastrukturës sportive apo sanimin e disa objekteve që janë të dëmtuara, siç është rasti me sallën sportive në fshatin Zherovian të komunës së Bogovinës. Sa janë realizuar premtimet e Ministrisë së Sportit deri më tani normalisht? Ashtu si e thash, fokusi i Ministrisë së Sportit është që të bëjë ndryshimin e infrastrukturës sportive për të mirë, duke mundësuar kështu kushte më të mira sportistëve tanë për të realizuar aktivitetet e tyre sportive. Unë mendoj se ky vit ka qenë i suksesshëm, ne kemi realizuar shumë projekte. Gati në secilën komunë të këtij territori kemi realizuar projekte. Kemi bërë ndërtimin e sallave të reja, fushave sportive, gjithashtu edhe kemi bërë konstruimin e fushave sportive, sanimin e fushave sportive, vetëm që sportistët tanë të kenë hapësira ku mund të realizojnë aktivitetet sportive, që të jenë të gatshëm pastaj të marrin pjesë në gara evropiane, gara kombëtare po dhe gara ndërkombëtare. Unë mendoj se mund të doja që t'i përmend disa komuna me shumicë shqiptare ku kemi bërë realizimin e disa projekteve, ndërto komuna është komuna e Tetovës, është komuna e Brvenicës, është komuna e Tearcës, Dibrës, Sarajit, Kumanovës, Likovës, ku kemi realizuar shumë projekte, edhe të cilët janë në fazat e përfundimit ose në fazat të avancuara. Konkretisht për sallën e sportive në fshatin Zherovian? Krejt sallat, krejt objektet sportive të cilat ka nevojë për rikonstruim dhe ka nevojë për sanim, ne zakonisht i flasim me ministrin dhe jemi në dieni dhe sigurisht se kjo mund përfshihet në plan programin e Ministrisë Sportit për vitin 2026. Zonja Safi, qyteti i Tetovës dhe rajoni, ose shumë klubeve sportive, ka edhe 5 klube të atletikës, të cilët prezantojnë qytetin dhe vendin në mënyrë të denjë. Mirë po, fatkeqësisht, Tetova ndoshta është qyteti i vetëm që nuk ka pistë të atletikës. Atëherë, një kohë u premtova se Ministria e Sportit apo Agjencioni i Sportit i mëparshëm se do të ndërtojë një objekt të tillë, mirë po deri më tani nuk ka asgjë të realizuar. A keni biseduar këtu në ministri, si ministri, për ndërtimin e një infrastrukture sportive të atletikës në qytetin e Tetovës? Tashmë ne zakonisht për krye problematikat e klubeve sportive diskutojmë në ministri, i flasim në ministri bashkë me ministrin që të gjejmë një zgjidhje sa më afatgjate që ato klube sportive të kenë bile bazën elementare për krye aktivitetet e tyre sportive. Po dhe pisat e atletikës janë diskutuar sigurisht se po, mirë po këtë vit në Tetovë, në komunën e Tetovës ne kemi realizuar 5 projekte, të cilët janë realizuar dhe është bërë hapja solim në atyre projekteve. Të pisat e atletikës unë mendoj se duhet përfshihen në plan programin e Ministrisë për investime kapitale për vitin 2026. Krejt ato projekte të cilët nuk janë realizuar në vitin 2025, të cilët kanë nevojë për rikonstruim, kanë nevojë për sanim dhe kanë nevojë për përmirësimin e kushteve që sportistët tanë po dhe atletikët të kenë vendin e tyre ku mund të kryejnë aktivitetet e tyre. Zonja Safi, gjatë kampionatit 2024-2025 nga Liga e parë e futbollit në vendin tonë, për shkaqe jo të njohura apo
ka pas edhe ndoshta edhe ndonjë problem, janë larguar nga kampionati, duke u zhvilluar kampionati, u larguan klubi i futbollit Gosivari, klubi i futbollit Voska Sport nga Ohri dhe klubi i futbollit Bese do Bordollit. Është diskutuar ndonjëherë në Ministrinë e Sportit pse ndodhin kjo, sidomos nga dy ekipet e para të cilët përkraheshin nga donator nga Turqia. Unë jam i njoftuar për të raste. Mirë po, sa i përket asaj që janë larguar, më ndesë në rendimi atyre. Ne zakonisht qëndrojmë kanë klube sportive të cilat janë aktive, të cilat kanë rezultate konkrete, të cilat respektojnë kriteret e bazuara në ligj. Ne jemi plantyre i mbështesim që financiarisht që në mbështetje morale. Mirëse sa i përket largimit të tyre klubeve, unë mendoj se në vendimin atyre nuk është diçka që ka të bëjë me Ministrinë e Sportit. Ministria e Sportit është afër krejt klubeve sportive, mirë po ne nuk përzime në vendimet që i marrin klubet. Po, problemi është ato se investitorët nga Turqia me siguri ato kanë ardhur me marrëveshjen e ministrisë apo dikuj tjetër, nuk kanë ardhur ato vetëm. Kjo është përgjegjja ime, do të thonë vendimi i atyre dhe ne nuk përzihemi zakonisht në vendimet që i marrin klubet sportive. Aty është faj pak i klubeve, pak faj i federatës e kështu me radhë aty jetë. Ministria e Sportit me siguri ka planifikuar se cilat projekte sportive do t'i përkrah gjatë vitit 2026. Do të thonë, unë mendoj se viti 2025 filloi nga viti 2025 ishte një vit i suksesshëm sa i përket asaj mbështetjes financiare që kishin për klubet sportive, në realizimin e investimeve kapitale, në përmirësimin e infrastrukturës sportive. Gjithashtu ne organizuam ngjarje të mëdha ndërkombëtare evropiane, siç ishte Festivali Olimpik për të rinj që realizuar në qershor, cilin në fakt realizoi Komiteti Olimpik në bashkëpunim me Ministrinë e Sportit. Për arsye se ne si Ministria e Sportit i dham mbështetje Komitetit Olimpik, mbështetje financiare për logjistike, ju e di se mbani mend se ne ndam 1 milion euro për organizimin e atij eventi. Gjithashtu edhe në funksion edhe në dispozicion konviktës mëndore për sportistët e huaj. Pastaj u realizua dhe kampionati evropian U17 i mundjes, kishte kampionati evropian i shabut, u realizuan e turnire ndryshme. Më thonë se i përket organizimeve ka qenë një vit i suksesshëm. E tash për vitin 2026 unë mendoj se do të vazhdojmë me të njëjtin intensitet. Do të bëjmë përkrahjen e klubeve sportive financiarisht, gjithashtu do të bëjmë ndryshimin e infrastrukturës sportive, do të realizojmë projekte ndryshme, do të bëjmë salla të reja, fusha sportive të reja, por gjithashtu do të bëjmë rikonstruimin dhe sanimin e... Vetëm për zhvillimin e sportit, ashtu pa. Atëherë, a do të ketë përkrahje financiare për federatat sportive, normalisht për klubet, por edhe për sportistët? Patjetër që po, në të vitin 2026 parashe njëjtë funksionimin si funksionuam në vitin 2025, përkrahja financiare për klubet sportive për federatat nuk do të mungoj, do të ndajnë subvencione, unë mendoj se subvencionet do ndajnë në fillim të vitit 2026. Pastaj sigurisht se federatat, klubet sportive do të kërkojnë edhe investime kapitale për t'ju siguru dhe për t'ju plotësu kushtet sportistëve tanë për realizimin e aktiviteteve sportive. Agjencia për Rini dhe Sport më parë bënte përkrahjen e disa projekteve që kishte të bëjë me evente ose manifestime ku prezantoheshin sportistët e ri. Atëherë, a mendoni të përkrahni projekte që ka të bëjë me sportistët e ri dhe sidomos fëmijët me nevoja të veçanta të cilët kanë prirje për sport? Mendoj se Ministria e Sportit duhet ta ketë prioritet, në fakt ka prioritet finansimin dhe mbështetjen e trinjve, sepse trinja janë armëria jonë dhe është armëria e sportit. Mirë po, sigurisht se do të mbështesim edhe fëmijët me nevoja të veçanta, sepse nëpërmjet sportit sigurisht se rritet edhe aktiviteti i tyre fizik, emocional dhe social. Unë mendoj se sporti duhet të jetë i barabartë
pavarësisht grup moshave, pavarësisht krejtëve kushdo që do të merret me... Dhe sidomos të fëmijëve me nevoja të veçanta, ashtu, patjetër. Atëherë, po me punëtorët sportiv që japin kontribut të jashtëzakonshëm në ngritjen e cilësisë dhe afirmimin e sportit, keni parashikuar së paku që të përmenden apo edhe ndonjë mirënjohje apo plaket për ata? Unë personalisht jam shumë falenderuese për punëtorët sportiv. Për arsye se kontributi i tyre, puna e tyre rritet dhe cilësinë e sportit. Unë mendoj se ne duhet çdo ditë t'i falenderojmë dhe t'i japim mirënjohje. Është obligimi jonë edhe si funksionar sportiv. Po. Këtë përmendur vitin e kaluar u organizua festivali olimpik, çka parashihet të organizohet gjatë vitit 2026 që do të përkrahet nga Ministria e Sportit. Ashtu si organizuan këto evente sportive në përmasa evropiane, unë mendoj se viti 2026 do të na sjellë organizimin e eventeve të ngjashme. Unë mendoj se do të organizojmë ne evente me përmasa evropiane dhe ndërkombëtare, gjithashtu do të organizojmë turnire ndryshme, kampionate, të qëndrojmë në të njëjtën vit ashtu si qëndruam në vitin 2025. Mendoj se është shumë e rëndësishme për sportin edhe për qytetarët e këtij vendi që të organizojmë evente të tilla, se me këtë ne tregojmë edhe se si shtet jemi destinacion sportiv dhe ta promovojmë vendin si një vend sportiv dhe dashamirës së sportit. A do të mbahet dhe kur shpallja e sportistëve më të mirë për vitin 2025? Zakonisht çdo fund vit është organizuar shpallja e sportistëve më të mirë, ndërsa këtë herë unë sipas informacioneve që i kam do të organizohet në janar. Në janar, po. Po, në janar unë ju uroj shumë suksese atyre të cilët janë të nominuar dhe shpresoj se do të fitojmë më miri. A do të insistoni që në mesin e të nominuarëve të mbetet edhe klubi i futbollit Shkëndija me sukseset që ka arritur deri më tani? Ne jemi shumë krenar me klubin e futbollit Shkëndija, me rezultatet që arrin, po edhe me paraqitjen tinjitoze që e bën në arenën ndërkombëtare. Sipas informacioneve që i kam në këtë event, në këtë gala nuk do të nominohen klube sportive, por do të nominohen vetëm sportistë cilët i nominohen nga federatat. Po, është vërtet, kështu që unë do doja që të nominohen klube sportive dhe të jetë kandidatë dhe klubi Shkëndija, mirë po fatkeqësisht nuk nominohen klube sportive. Si gjithmonë ka fundi i intervistës, është e zakontë të përmendet se cila është porosia e zëvendësministrisë së sportit drejtuar federatave sportive, klubeve dhe sportivëve, pa mos harruar edhe punëtorët sportiv dhe mediumet. Unë mendoj se të gjithë duhet që jemi bashkëpunëtorë që sporti në Republikën e Maqedonisë së Veriut të ketë sukses. Mesazhi im është tek federatat, tek klubet sportive, që të kemi bashkëpunim sa më të mirë. Viti 2026 na pret me projekte sa më të mira dhe sa më të loja me përmasa evropiane. Gjithashtu duhet të respektuar rregullat normale dhe kriteret të bazuara me ligj. Me që jemi afër fundit të këtij viti, domethënë në pritje të vitit të ri dimenisë, cila është urimi i zëvendësministrisë të sportit drejtuar sportistëve, klubeve sportive, federatave sportive dhe të gjithë të tjerë. Po, unë si zëvendësministre e sportit do doja që këtë urim t'ja përcjell trimive. Sigurisht e krejt qytetarëve po trimive, le të merren me sport, se sporti është kontribuesi më i madh për një mendje të shëndosh dhe një trup të shëndosh. Gjithashtu ju uroj shumë sukses, plot energji dhe shumë arritje në gjitha sferat e jetës. Zonja zëvendësministre e sportit, unë në emër të televizionit Koha dhe në emrin tim personal ju falenderoj për intervistën e fundvitit dhe ju dëshiroj që në vitin 2026 të jeni edhe më e suksesshme se vitin 2025. Shumë falenderit, urim tjetë për të gjithë neve. Falenderit. Falenderit shumë. Dërsa ju të shikues të nderuar deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit, natën e mirë dhe mirupafshim.